Në ambientit organizatës Jeta Kafshët dhe Njerëzit në Shëmflash të Durrësit, po kryet gjatë këtyre ditëve procesi i sterilizimit dhe kastrimit të qenëve dhe maceve të rrugës. Kjo është fushata e 4 që organizata ndërmerr në qytetin bregdetar, me ndihmën e veterinerëve dhe vullnetarëve nga Zvicra dhe vende të tjera evropiane. Rreth 160 kafshë të rrugës po i nënshtrohen procesit të kastrimit dhe sterilizimit në një mjedis steril dhe profesional, duke garantuar mirëqenien e secilit katërputrosh. Kemi projektin e 4 me një organizatë zviceriane që quhet NetHub për kastrim sterilizim të kafshëve të rrugës. Janë kastrime vullnetare, janë falas, financohen nga organizata jonë dhe nga organizata partnere NetHub dhe ofrojmë këtë komunitetit të Durrësit. Janë menduar diku 40 kafshë për çdo ditë, jemi diku te 160 kafshë për 4 ditë. Në ndihmë të veterinerit të qendrës Ariel Vasili, kanë ardhur 3 veterinerë të specializuar nga Zvicra, të cilët përgjatë këtyre ditëve po ekzaminojnë me kujdes kafshët dhe i përgatisin ata për operacion. Të gjitha kafshët qëndrojnë për një natë në ambientet e qendrës, për të siguruar se ndërhyrja kirurgjikale ka shkuar më së miri dhe më pas rikthehen në liri. Fushata që bëhet pranë shoqatës tonë është një ndihmë shumë e madhe për qytetin e Durrësit, po edhe për pjesë tjera të Shqipërisë qendrore. Pasi kemi të bëjmë këtu me rreth 60 qenë dhe rreth 7 mace të cilat sterilizohen edhe kastrohen në varësitë e gjinisë, dhe është një ndihmë tepër e madhe. Sasia e kafshëve ndacake të cilët ne parandalojmë që të rikrijohen brenda në qytet shkon në qindra milionë që se do llogarisim në 10 vitet e ardhshme, cili është impakti që i bëjmë kësaj gjë, por padyshim që ka nevojë për një shpestim më të madhe të këtyre fushatave. Së bashku me gruan time, vim për herë të tretë nga Zvicra për të bërë pjesë e këtij projekti në Shqipëri. Këtu tek ju janë problem qenë të rrugës, por projekte të tilla ne kemi zhvilluar dhe në Afrikën e Jugut, Rumani e tjerë. Vim këtu në mbështetje të Xhenit për të lehtësuar problematikën që ju keni me kafshët e rrugës. Në ambientet e qendrës ishte e pranishme dhe një përfaqësi e Bashkisë Durrës për të ndjekur nga afër të gjithë procesin. Kjo vizit pason takimin e zhvilluar pak ditë më parë mes kryebashkiakes Emiriana Sako dhe përfaqësuesve të organizatave për mbrojtjen e kafshëve në kuadër të bashkëpunimit për menaxhimin e situatës së qenëve ndacak. Ne u gëzuam shumë që patëm mundësi kësaj radhe të takonim kryetarin e bashkisë dhe folëm shumë gjatë për problematikën e kafshëve të rrugës, si profesionalistë dhe organizatë që punojnë prej 10 vjetësh këtu në Durrës, hapëm bashkëpunimin dhe dëshirën me njëri tjetrin për të vazhduar këtë në njohurinë tonë dhe në projekte kastrim sterilizim për të arritur një qëllim sa më të shpejtë dhe sa më të mirë për kafshët dhe për njerëzit në Durrës. Në ambientet e qendrës Jeta Kafshët dhe Njerëzit qëndrojnë rreth 50 katërputrosh, pjesa më e madhe të cilëve me probleme, të cilët pritet të adoptohen nga familjet evropiane.